apo quan takime konferencën e rektorëve, takime intelektualet. Jo, ajo është gjë tjetër. Ata janë konferenca për mediat, është gjë tjetër. Institucionale, ato janë intelektualet më të mirë, madje, por nuk do thotë që Rama është takuar me intelektualet. Takosh dhe trash mendime, ti lejosh ata të flasin, të kritikojnë, të korrigjohesh. Pra, më përpara këto takime janë zhvilluar, tash, me qenë se ta marrim e zauruam këtë pjesë, besoj, çka ka ndodhur para 13 vitesh, dalim tek pjesa e mendimit intelektual. Pra, unë këtu e shoh vlerën, për të parë ka një konvergim opozit intelektuale, qytetare dhe politike. Janë të treja bashkë, të shprehura. Dhe ka një domosdoshmëri, pra, për të qenë bashkë me qëllim që të arrihet ai qëllim. Mos harroni një element që këto intelektual që u ofruan për këtë forum, thënë këtë lloj forme, erdhen ata tek ju, jo se i kërkuat ju në momentin që ne flasim. Jo erdhen ata janë autonom dhe kanë bërë thirrje për partitë politike. Për mendimin tim kanë dalë mbi partitë politike në këtë rast, sepse thirrja e tyre është e pavarur, organizimi i tyre është i pavarur. Është ai mendim i cili kërkon që ta thuash në një formë tjetër, kërkon të nënshtrojë mendimin politik ose ta pajtoj mendimin politik më sakt, ta uli në një tryezë me qëllim që t'i lënë më njanë ato diferencat, konfliktualitetet, diferencat jo vetëm të numrave, por edhe tezave politike dhe ideologjive politike kanë thënë madje, ka përcyer edhe një shkallë më lartë dhe të bëhen bashkë sepse jemi përballë një të keqe politike, e cila ka ndjek një rrugtim të zbukuruar edhe mediatikisht që duket sikur është rrugtim normal, është anormal politik, sepse një rrugtim anormal pjell një rezultat anormal, siç është situata anormale në Shqipëri dhe që ka sjell këtë lloj reagimi dhe e gjithë kjo e keqe duhet shembur. Dhe simboli i keqes normal që është qeverisja, normal që është kryeministri, normal që është korrupsioni që ato kanë aplikuar. Janë këto të përbashkëta që i keni ju si front opozitar, por edhe si parti opozitare? Këto janë përbashkëtat që bashkojnë njerëzit e thjesht, njerëzit intelektual, qytetarët në tërësi që bashkojnë edhe forcat politike, sepse forcat politike nuk janë autonome, nuk janë ishuj në një shoqëri, janë refleksione në një formë që quhet politike të problemeve që ka shoqëria. Dhe këtu është një përputhje e qëllimit. Qëllimi kryesor është qëllimi i ndrimit situatës, i përmbysjes situatës politike, që ka, domethënë, sjell shumë pasoja të tjera që krijojnë ambientin që në fund fare i gjithë ky konfliktualitet i prodhuar social, ekonomik në Shqipëri të ketë zgjidhjen e dur, sepse Chelsea është sado e shajm, është gjithmonë politika është ajo që zgjedh. Është kjo sot politika dur? Jo, është antiqytetare, është anti-opozitare, anti ndaj lirive politike, e kemi sqaruar këtë çështjen e mandateve, mos e bëjmë dhe të rikthehemi sqarimeve që kemi bërë jo ne. Po, nëse e kemi, atëherë sqarimin nuk e ka bërë as PD-ja, dhe as partitë e tjera e ka bërë raporti OSB o dirit. Partia është njësh me shtetin dhe kur partia është njësh me shtetin, kuptohet që gjithçka është e deformuar, pasi nuk ka garantë ndershme. Mjafton vetëm një fakt. A u falën 2 miliard euro në prag zgjedhjeve nga kjo qeverisje? A e kuptoni ju me 2 miliard euro çfarë mund të bëhet? Si thot populli jon, leku çon ujin përpjet, është leku. Nuk e dim sa lek, domethënë është koncepti. Sa miliona euro, 2 miliarda euro, vetëm një falje. Pastaj mënyra si hidhen paratë e buxhetit, si keq përdoren, si përdoren paratë e pista, si përdoren paratë kriminale, si përdoren burimet njerëzore. Ja pra dhe përgjigja shumë e thjeshtë në disa fjali për çështjen e 83 mandateve. Që mos është vonë fakti që po tenton të jetë në unison gjithë fronti opozitar. Pse nuk u bë kjo marrëveshje, pse nuk u bë kjo tryezë rrumbullakët para zgjedhjeve? Duhet ishte bë. A ka bërë kërkesë Partia Demokratike? Ka bërë thirrje vetë si Parti Demokratike? E ka bërë? Vazhdimisht ka bërë thirrje. Në drejtim të forcave politike që e ndjejnë veten që janë opozitare. Nuk ju Se përgjigjen? ka një koncept për opozitën. Ti je opozit nuk të bën të jesh në numër të vogël në parlament. Opozit të bën qëndrimi ndaj qeverisë dhe majorancës. Dhe
në qoftë se ti bën opozitën, opozitës nuk je opozit, në qoftë se ti godet dhe lufton opozitën. Jo, nuk është shpikur, kjo është realizuar. Keni shumë të përbashkëta kur jeni në frontin opozitar, por keni vetëm një ndasi. U kërkua. Kodi zgjedhor. Pra, u kërkua, dhe njëherë tjetër, u kërkua nga Partia Demokratike, sepse nuk e dhamë përgjigjen, nuk pati gatishmëri. Partitë e vogla ishin në euforin e fazës fillestare të krijimit tyre, se ka eufori për gjithë, ka eufori se ka me emra, eufori politike, salambushet, njerëzit duar trokasin dhe duket sikur ti e ke dominuar indicje për mbështetje të madhe. Indicje, dhe në fakt ka një diferencë shumë të madhe pastaj nga ajo çka shfaqet në raport me votën, në raport me besueshmërinë, në raport me gatishmërinë e qytetarit për tu përgjigjur, sepse qytetari është i zgjuar dhe skeptik. Skepticizmi ndihmon që ai të kulumtoj mirë dhe ta drejtoj votën kur është vota e ndershme, kam fjalën, jo për ato 83 mandate. Dhe ndoshta është kodi zgjedhor apo është justifikim që unë e kam quajtur në një debat justifikim elegant. Sepse kodi zgjedhor e vetmja çështje që ju ndan dhe nuk e di sa të gatshëm do të jeni që kodi zgjedhor dhe anatemohet 2008. Të pranoni kërkesën e tyre. Alba një sqarim, domethënë, anatemohet 2008. 2008, domethënë, bëri një kapërcim në sistemin zgjedhor në Shqipëri, nga mazhoritar në proporcional. Mazhoritari është përplasje sipas zonave caktuara drejt për drejt e deputetëve. Kjo i xeron fare partitë e vogla pastaj. Proporcionali i jep vend. Dhe proporcionali kërkon që ketë përfaqësim edhe gjeografik më përfshirës. Je për proporcional në qëndrim si individ politik për të qasjes Partisë Demokratike? Proporcionali është iniciativë e forcave politike me qëllim... Vetë si deputet, pra, bie dakord, e gjen të qëndësishme Jo, deputeti e ka të vështirë. Se besoj që e tërheq deputeti nga zona, e largon. Për mua deputeti, po, duhet me mazhoritar, deputeti është më i atashuar. Është një njeri që ka territorin e tij dhe që e menaxhon në formë politike dhe në kontakte, se tani kjo çështja e përfaqësimit qarkut është i çik shumë e gjerë, domethënë, sepse je përfaqësues i një qarku në çdo moment, mirë po janë gjithë përfaqësues të qarkut dhe askush nuk ka të zonën e caktuar identitare të vetën. Ne ndajmë ndarje politike në kontroll politik të periudhës fushatës, por ajo bie me njëherë pasi ka dalë rezultati se tek e fundit je listë qarku. Aktualisht nuk je drejtues politik i Shkodrës? Jam drejtues politik i Shkodrës. Dhe në fakt, nëse ne rikthehemi tek mazhoritari, partitë e vogla nuk kanë leverdinë e tyre. Partitë e vogla duan të gjejnë zgjidhje brenda proporcionalit ose brenda një kombinacioni. Betejë atyre ka qenë tek listat e hapura kombëtare në bazë rajoni, por këto zgjidhen jo me Ramën. Rama, se gjithmonë këtu e kemi bërë debatin. Sot mazhoranca nuk ka asnjë lloj leverdie politike të ndryshoj sistemin, sepse ka qenë aktore e bërjes tij dhe ka pas të drejtën e vetos. Pra, Partia Demokratike është e gatshme të parashtrojë gjithë kërkesat e partive opozitare, partive që formojnë forumin. Por është përballë një vetoje, e cila nëse vendoset, normal gjasat janë që të vendosen, siç e bën edhe herën e kaluar, atëherë nuk ndryshon asgjë. Çështja është kush është çelësi që ndryshon kodin zgjedhor. Zëre se kanë gjithë kryetarët e partive apo nënkryetarët e tyre, nuk ka rëndësi fare se s'dua të vendosë diferenca pozicionesh. Dhe i them kush është çelësi? Çelësi është që të bëmi bashkë të kemi një qeveri kujdestare që realizon një kod zgjedhor pavarësisht vetove të partive të mëdha. Ju konvenon tani juve? Për ndryshe, po jo tani, gjithmonë na ka konvenuar që të konsiderojmë... Ju konvenojnë atër për Vullosët dhe Vullosët me Partinë Socialiste këtë kod të ri dhe Partitë e reja... Dhe njëherë, mos gaboni këtu Vullosëm dhe firmosëm, se ishte kërkesë kampi demokrat. I jepni ngjyrime të tjera. Ishte një kërkesë kampi demokrat, kodi ri. Edhe herë, nuk ka kod të ri.
Kodi se varet se interpreton. Që na dha të rezultat të zgjedhjeve të 11 majit. Pra, dhe njëherë, kodi është ndryshuar në 2008, proporcional. Ky është thelbi i kodit. Pastaj rregullimet brenda kodit. Po dhe ndryshimet e fundit. Brenda kodit, domethënë që bëhen apo ndryshimet e fundit për listën. Lista për mua e di që ka shumë emocion. Për mua është problemi i fundit fare që diskutohet. Lista e hapur, e mbyllur, tërësisht. Këto janë elemente që deputeti terrenit, por nuk e kanë gjithë qasja. Jam i terrenit, nuk e devijon kjo votën e votuesit, sepse vota e votuesit në zgjedhje politike është për partinë politike në shumicën e rasteve. Në qoftë se do që votën ta japësh për partinë dhe për njeriun. Ta bëj një krahasim të vogël. Ja, po ta çoj deri në fund se po çova fjalin deri në fund u ndal shumë i paqartë. Në qoftë se do duhet i bashkosh të dyja, atëherë duhet kalosh në sistem mazhoritar. Por mazhoritari nuk favorizon partitë e vogla. Dhe kjo do ishte, domethënë, diçka jo e mirë për ne nuk jemi të gatshëm as të propozojmë këtë, as ta bëjmë, jemi të gatshëm që të bisedojmë me partitë brenda forumit, sepse nuk është thirrur nga Partia Demokratike, është refuzuar kur është bërë thirrja nga Partia Demokratike për hir të vërtetës, dhe të gjejmë pikat tona të përbashkëta në projektin e një qeverie kujdestare që realizon edhe reformën territoriale, se janë bashkuara bashkë, edhe atë zgjedhore. Por pa gjetur këtë me pjesën e Ramës themi ne, Tryezët nuk zgjedh gjë, sepse ka veton, jepi gjitha. Jo, veton komision, pastaj 83 vota, se ka ngelur ora këtë 83 vota. Për diferencë shumë e madhe, jashtë piçpërive që kishit edhe ju. Diferencë e madhe, blerje e madhe, pse dalim, ka bleret mëdha edhe që bëjmë buj në botë. Blien kapitale, blien vota, blien qeveri, ka blerje. Blerja ekziston, për nuk është demokratike, se nuk e ndalim në bleri. Në themi që ka parime dhe standarde për t'i respektuar dhe duhet t'i respektojnë të gjitha palët. Kampi demokrat nuk është për proporcionale. Si është për një sistem që i jep vlerë votës së qytetarit. Pra që ajo nuk humbet në numërim. Përgjigje ishte shumë evazive, po. Jo evazive, është politike si përgjigje. S'është evazive, sepse të thuash në konkludim, dhe ta them unë personalisht që nuk më pëlqen proporcionali, apo më pëlqen mazhoritari, është konsiderat jo politike. Dhe me qenë se ti e ngacmon dhe do një përgjigje nga mua dhe nuk do evazive në thojza, unë si profil dua mazhoritarin. E qartë. Të kem zonën time. Po, që edhe nuk të rrësh deputeti nga zona dhe logaridhënja është në një vend tjetër. Është më drejt për drejt, kontakti është i drejt për drejt, lufta është më e saktë, më drejt për drejt, territori më i kontrollueshëm, se ka të bëjë edhe territori se sa ti ndikon brenda atij territorit, dhe lufta është më konkrete, ti lufton edhe me cilësitë personale, lufton edhe me tezat e tua politike, me programin, vizionin. Si që nuk kanë zbritur fare në terren, por sot ka një vend në Nuk parlament. e dim atë, ka unë, për mendimin tim, gjithë deputetët e Partisë Demokratike kanë zbritur në terren, kanë kontakte, mos dalim në një definicion të përgjithshëm dhe jo pa emra fare, po desh edhe me emra, por të gjithë janë terren, sepse e kanë faktuar për gjatë kësaj kohë që kemi pas të tilla organizime politike si që janë protesta. A mendon se tryeza rrumbullakët që mund të mblidhet në fakt edhe në formë simbolike në shesh, siç mund të jetë një kërkesë e lapajt, por që edhe mund të pranohet nga gjithë partitë opozitare brenda këtij forumi, që mund të prodhoj një gjë konkrete, mund të prodhoj disa pika konkrete, apo prap skeptik?